Në sallën Shaninushi në Gjakov, mbrëm u bë prezantimi i listës së kandidatëve të koalicionit vetëvendosje, Guxo, Alternativa e Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës. Kryeministri në detyrë, një herët i pari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, u shpreh se këto zgjedhje janë mes dy ideve për Kosovën. Në ndojnë veç se 3 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit, e këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje mes partive. Janë zgjedhje mes dy ideve për Kosovën. Njëra ide është e jona, e cila e sheh shtetin si të përbashtën tonë më të madhe, si shtetit gjithëve, si mjet për drejtësi, për zhvillim, për dignitet. Ideja tjetër e atyre e sheh shtetin si pronë të pakicës, si privilegj grupor e si pushtet për vete. Në këto vite kemi dëshmuar se qeveria, si një nga shtyllat kryesore të shtetit, mund të jetë në anë të qytetarëve. Në anën e pensionistëve, familjeve dhe fëmijëve, punëtorëve në sektorin publik e privat, ushtarëve, policëve e të prodhuesve vendor. Tutje kryeministri Kurti u shpreh se shteti bëhet më i fortë kur njerëzit e përgatitur e të ndershëm hyjnë në shërbim. Kjo është lista e njerëzve që angazhohen për të mirën publike, e njerëzve që nuk qëndruan anash, që nuk thanë kjo punë nuk bëhet, që nuk u pajtuan me idenë se politika duhet të takoj vetëm atyre që janë të fortë ekonomikisht ose të lidhur me klane të ndryshme. Sepse shteti nuk është pronë private, Republika është e përbashkëta jonë më e madhe dhe shteti bëhet i fortë vetëm atëherë kur njerëzit më të përgatitur, më të ndershëm dhe më të përgjegjshëm vendosin të hyjnë në shërbim të tij. Edhe kësaj radhe në zgjedhjet e 7 qershorit, koalicioni lëvizjes vetëvendosje, Guxo, Alternativa e PSHDK, prezantohet me numrin 116 dhe me 110 kandidat.